Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu ka zhvilluar sot një takim me administratorët e maturës shtetërore 2025. Ministri Manastirliu kërkoi nga këta të fundit tolerancë zero në raport me procesin dhe gjithë procedurat standarde që duhet të ndiqen në mënyrë shembullore. Provimi i parë i maturës shtetërore nis në datën 3 qershor me provimin e gjuhës së huaj. Të rinjtë e Gjirokastrës po kthejnë sytë drejt turizmit. Shembulli më i mirë vjen nga pazari karakteristik ku Dalbero Çela prej kohësh po menaxhon biznesin e tij duke u shërbyer kryesisht turistëve të huaj që pëlqejnë traditën që i ofron qyteti i Gurtë. Kakuzi, fshati piktoresk në zemër të malit të Lunxhërisë, është një nga thesarët natyror të kësaj zone, i banuar nga vendas dhe banorvllëk. Fshati ofron pamje magjepsëse dhe një mënyrë jetese të lidhur ngushtë me tokën dhe natyrën. Në këtë stin banorët vazhdojnë punët në bujqësi dhe blegtori, ndërsa gjithnjë më shumë po shohin drejt zhvillimit të agroturizmit. Organizata e familjeve të dëshmorëve të Gjirokastër organizoi sot konferencën e 8 ku mes të tjera shumbajtën edhe zgjedhjet për kryesinë e re. Tomo Hoxha u rizgjodh si kryetari i kësaj dege me shumicën e votave. Ju njohim tani më gjërësisht. Ministria e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu ka zhvilluar sot një takim me administratorët e maturës shtetërore 2025. Manastirliu kërkoi nga këta të fundit tolerancë zero në raport me procesin dhe gjithë procedurat standarde që duhet të ndiqen në mënyrë shembullore. Provimi i parë i maturës shtetërore nis në datën 3 qershor me provimin e gjuhës së huaj. Kur na ndajnë edhe disa ditë nga starti i provimeve të maturës shtetërore 2025, Ministri i Arsimit Ogerta Manastirliu është takuar sot me të gjithë ata që do të administrojnë këtë proces në mbar vendin. Këtë vit provimet do të mbahen në 145 qendra testimi. Ajo kërkoi përpikmëri, transparencë dhe përgjegjësi maksimale prej tyre në çdo hap të këtij procesi. Të ruani dhe të jeni garant të këtij procesi, që nga momenti i ndarjes së tezave të provimeve, pra nga momenti i marrjes në QSA dhe deri tek shpërndarja e tyre, në mënyrë diskrete, të kujdesshme, duke zbatuar të gjitha rregullat e administrimit të procesit të maturës shtetërore, për cilat jeni njohur, dhe sot gjithashtu do të keni një trajnim për këto rregulla, dhe deri tek mbledhja e testeve dhe dorëzimi pra qendrës shërbime arsimore për të filluar procesi i vlerësimit. 140 janë administratorët e provimeve të maturës shtetërore në 145 qendra testimi për maturën shtetërore të përfshira në këtë hartë pra të maturës shtetërore që kërkon saktësi maksimale, korrektësi maksimale, transparencë maksimale, përgjegjësi maksimale nga të gjithë ju, nga të gjithë na. Ka një rëndësi maksimale puna juaj, si administrator të testimit. Dhe do të doja shumë ta shinit veten si garant të këtij procesi. Provimet e maturës shtetërore 2025 do të startojnë më 3 qershor me gjuhën e huaj për të vazhduar me gjuhën shqipe dhe letërsinë në 10 qershor, matematikën në 17 dhe provimin me zgjedhje në 24 qershor. Nga shkollat e Bashkisë Gjirokastër dhe Libohov pritet që të nënshtrohen provimeve të kësaj mature 229 maturantë. Të rinjtë e Gjirokastrës po kthejnë syt drejt turizmit. Shembulli më i mirë vjen nga pazari karakteristik ku Dalbero Çela prej kohësh po menaxhon biznesin e tij duke u shërbyer kryesisht turistëve të huaj që pëlqejnë traditën që ofron qyteti i Gurtë. Me zhvillimin e turizmit, idetë e biznesit dhe vënia e tyre në jetë janë një mundësi e jashtëzakonshme për të gjithë të rinjt. Një prej tyre është edhe 20-vjeçari Dalbero Çela nga Gjirokastra. Ai studion në degën e turizmit në Universitetin e Qerem Çabej dhe prej 3 vitesh ka çelur një subjekt në pazarin e Gurtë në shërbim të turistëve që vizitojnë këtë qytet. Si çdo i ri, çdo njeri mendon për të krijuar të ardhmen e tij sa më të bukur. Unë gjej shumë vetë mirë tek biznesi. Dhe ndërkohë që ndjek studimet në vitin e dytë në turizëm, duhet të bëj diçka tjetër. Duke parë mundësitë që na ofron turizmi në Gjirokastër, kam hapur një dyqan të tillë.
në pazar. Si çdo gjë e re është e vështirë, është edhe ajo frika të ta pranojnë njerëzit apo jo, sepse gjërat që janë risi e kanë atë ndjesim për herë të parë. Ky është sezoni i tretë biles që punojmë dhe unë jam shumë i kënaqur. Kjo gjë na ka shtyrë që neve të zgjerojmë akoma më shumë në fushën e turizmit. Iriu Dalbero shprehet se ndër të tjera kjo punë i jep shumë kënaqësi sepse është e lidhur ngushtë me profesionin që ka zgjedhur. Një diçka po e bëre me kënaqësi dhe me qef, lodhja është e pa përfillshme. Është dhe një shprehje urtë që thon të parët që nëse e bën një punë që e ke inat, zese e në burg. Nëse bën diçka që e ke qef tërkohës, ajo s'quhet as punë, quhet argëtim. Na ka ndodhur që një turist ka ardhur pas një sezoni, ka ardhur prapë këtu për të provuar aktuar ose për të pirë një kafe bashkë për të ketchup, mund të thuash. Ndonjëherë janë edhe kurioz, kërkojnë dhe recetat. Dalbero bën thirrje të rinjve të mos presin, por të nisin që tani të hedhin hapat e parë drejt ideve të tyre. Unë ndihem krenar që kam gjetur një mundësi në qytetin tim dhe pa u larguar nga familja për të krijuar diçka time. Kjo është ajo që më krenar më shumë. Unë them se nëse njeriu përpiqet të gjejë diçka, të sjellë një risi të re, dhe në çdo lloj vendi, jo vetëm në Gjirokastër që ka plot mundësira, sidomos tani me ardhin e turizmit, mund të dalë dhe është gjë më e mirë që njerëzit të rrinë afër me familjen. Kjo është besoj këshilla ime. Për studentin Dalbero, turizmi nuk është vetëm një deg studimi, por një mënyrë jetese. Ai është shembulli një të riu që ka ditur të shfrytëzojë mundësitë që i ofron qyteti i tij dhe të ndërtojë hap pas hapi një të ardhme premtuese. Natyra e egër, objektet e trashëgimisë historike dhe fetare po nxisin banorët e Frashërit në përmet për të investuar në agroturizëm. Sot do të sjellim historinë e Agim Hilës, i cili pas vitesh në emigracion është rikthyer duke rikthyer banesën në një bujtin. Ai thot se turistët e aventurës janë ata që frekuentojnë më së shumti zonën e Frashërit, që ndonë se e braktisur nga banorët vendas, është ende një vend atraksioni turistik për ata që njohin bukurinë dhe pasuritë e saj. Zhvillimi i agroturizmit ka prekur edhe fshatin piktoresk të Frashërit, në zemër të zonës së Përmetit. Natyra mahnitëse po tërheq jo vetëm turistët vendase të huaj, por edhe banorët që dikur ishin larguar edhe tashmë po rikthehen për të investuar në vendlindje. Një prej tyre është Agim Hila, i cili prej 4 vitesh është rikthyer në Frashër. Ai ka ndërtuar shtëpitë e vjetra me qëllim për t'i kthyer në shërbim të turizmit dhe për të kontribuar në ringjalljen e jetës ekonomike dhe sociale të fshatit. Dhe to kam shumë lëvizje, më tepër për natyrën, për ajrin edhe për historinë. Sigurisht kemi dhe pronotime për në Qershor edhe në Kori. Më tepër rrinë për një natë ose 2, kemi patur raste që kanë ardhur edhe për 3 ditë, familje, edhe një natë zakonisht është e përgjithshme, ashtu që vjen. Në zonën e Frashit këtu gjen gjëra bio. Edhe historia është një nga shkaqet kryesore që bëjnë të vizituar Frashën. Më tepër i tërheq rilindja, Abdyli, Samiu, Naimi, të cilët kanë punuar për Adhen, për Shqipërinë, që ne gëzojmë sot, dhe sigurisht kjo histori i bën të kureshtar shumë që turistë që të vinë edhe të vizitojnë edhe muzeun, sigurisht aty pastaj vinë edhe në për këtë bujtinë ngjë. Megjithse një nga sfidat kryesore mbetet infrastruktura rrugore, rikonstruksioni rrugës që lidh Frashërin me zonat përreth shihet mundësia e vetme për zhvillimin real të turizmit. Kjo rrugë përshkon bukuri përrallore të parkut kombëtar të Bredhit të Hotovës dhe kanjonit të Kamenicës dhe ka potencial të bëhet një arterje jetike për zhvillimin e qëndrueshëm të zonës. Të vërdor shteti të ngrijë infrastrukturën. U duhet një rruga, energjia elektrike është me defekte, ujtë. Këto janë problemet të cilat ne i kërkojmë këtu. I kërkojmë sepse këto janë dhe zhvillime. Shumë biznesmen, me sa di unë që kam kontaktuar në firmë që sa atje kam jetuar, janë gati të investojnë këtu, po i mungon kjo kësash.
Dikur një fshat me një numër të konsiderueshëm familjesh, sot Frashëri numëron vetëm 15 familje banore. Megjithatë, banorët besojnë se përmes investimeve në infrastrukturë dhe agroturizëm mund të rikthehet gjallëria e dikurshme dhe të krijohen mundësi të reja për banorët aktual dhe ata që duan të rikthehen. Kakozi, fshati piktoresk në zemër të malit të Lunxhërisë, është një nga thesaret natyrore të kësaj zone. I banuar nga vendas dhe banor vleh, fshati ofron pamje magjepsëse dhe një mënyrë jetese të lidhur ngushtë me tokën dhe natyrën. Në këtë stin, banorët vazhdojnë punët në bujqësi dhe blegtori, ndërsa gjithnjë më shumë po shohin drejt zhvillimit të agroturizmit. Në zemër të malit të Lunxhërisë, në njësinë administrative me të njëjtin emër, ndodhet një nga fshatrat më piktoresk të zonës, fshati Kakoz. I vendosur vetëm pak kilometra larg qytetit të Gjirokastrës, ky fshat ruan një lidhje të fortë me natyrën, historinë dhe traditën vendase, duke ofruar pamje mahnitëse që të rrëmbejnë që në çastin e parë, Kakozi është në stinën e lullëzimit jo vetëm në aspektin natyror, por edhe në mënyrën si gjallërohet përmes punës së përditshme të banorëve. Ata merren kryesisht me bujqësi dhe blegtori, duke ruajtur zakonet dhe mënyrën tradicionale të jetesës. Tani që të largohesh në vendlindja jote është e rëndë. Të vesh në vend të huaj është akoma më e rëndë. Buka e argatit jashtë, thoshin plejt e parë, nuk është bukë. Buka tonë është këtu. Jetojmë në vendin tonë, me këtë që kemi, vinë vërdal këtu në Koshtra, edhe fëmijët që janë të rritë, vërtet ata ikën se nuk po qeshën kushtet këtu, deshin punë, larguan në djektë. Tani ja, me këto që shikon këtu ti, me këto mireme, për vete tonë, të mos i blejmë në pazar, janë edhe më të mira. Po vreshta keni në fushë? Kam 2 lymë. Ja, tani andej po vi. Bëm një spërkatje, kam bërë 2 spërkatje. Kjo ishte e treta. Vajta sot në mëngjes u ngritë shpejt. E spërkata dhe tani erdha. Tani do bëjmë pushimin edhe mbas dite prapë. Unë jo po tis lule, jo mbjell lule, jo punë të shtëpisë, ja këto. Perime në domate, salator, barbunja, 2, 3, 4 shtëpi janë me fëmi. Po punojnë djemët në Gjirokastë, venuset në Gjirokastë. Po blegtori, ka banor që mbajnë këtu apo? Ka dhe blegtori. Plotia, lagja që është atje poshtë me blegtori mirë. Tani është stina më e rëndësishme për fshatarët. Sepse tani janë periudhat e mbjelljeve, të varditjeve, të prashitjeve, të tëra. Ne në fshat s'kemi se të merrim vetëm me ato punë me perimet. I bëjmë për vete to, ta hanë fëmijët ta me dhe ne, po në angeli në një, e shpijem në treg. Tashmë banorët e Kakozit po hedhin syt edhe nga agroturizmi, si një mundësi për të zhvilluar më tej zonën. Kakozi për turistët afron klimën një mirë që ka njerë. Ujtë, që e marim në rrëz e malit, si që merë Gjirokastre e marim dhe neve, 2 kishën, 3. Kemi edhe 2 kishat të tjera lartë në bifshat. Kanë interes për këto objektet e kultit? Kanë, vinë, kanë shumë interes. Ujë e kemi të mirë, klimin e kemi të mirë. Pastaj këto baqet e ata ka enda si puna tuaj, tjerë dhe të i pëlqyen. Ja kështu janë dhe ata. Ata në këto gjera tuan. Klimën që ka Kakozi, rrallë se u ta gjej gjetë. Mikpritjen që ka Kakozi, rrallë se u ta gjej gjetë. Me një natyrë të virgjër, mikpritje të ngrohtë dhe produkte bio, fshati ka potencial të kthehet në një destinacion atraktiv për vizitorët që kërkojnë qetësi, autenticitet dhe përvoja unike. Synimi është që fshati të mbetet i gjallë, i banuar dhe i dashur, një perlë në malet e Lunxhërisë që ja vlen të zbulohet. Galeria e Arteve gjatë këtyre ditëve është duke u përgatitur për çeljen e ekspozitave të reja për sezonin turistik. Drejtori Lefter Çeko bën me dije se e veçanta në këto ekspozita do të jenë të rinjtë e shkollave edhe për gjatë muajve në vijim do të ketë edhe artistë nga vende të ndryshme të botës që do të ekspozojnë artin e tyre.
Galeria Art Saranda për çdo vizitor ofron një fond të qëndrueshëm prej disa koleksionesh veprash të periudhave të ndryshme. Ndërkohë gjatë këtyre ditëve kjo galeri po përgatitet për çeljen e ekspozitës së parë nga talentet e reja të shkollave të Sarandës. Jemi duke punuar për të çelur ekspozitën e talenteve të reja që janë djemtë dhe vajzat, nxënësit dhe nxënësit më të talentuara nga shkollat e rajonit të bashkisë tonë. Shkollat e qytetit, të Gjashtës, të Çukës, të Ksamilit, pra që të gjithë janë një ekspozit. Jemi në proces dhe në datën 1 qershor do të çelet ajo ekspozit dhe ajo gjithmonë çdo vit ka qenë e suksesshme se bashkë me nxënësit vinë dhe mësuesat, po vinë dhe prindërit, bëhet një festë e vërtet e talenteve të reja. Drejtori i galerisë Lefter Qeko evidenton si vlerë të veçantë faktin që përgjatë sezonit të verës do të presin artistë nga Kosova, por dhe të huaj, të cilët do të ekspozojnë artin e tyre. Kemi dhe artistë që janë ekspozita që janë në përgatitje sipër, që do të kemi një skulptor që do na vinë nga Kanadaja që kemi të programuar më pas kësaj ekspozite. Kemi ekspozit që do bashkëpunojmë me ambasadën e Çekisë, kemi artistën që do na vinë nga Kosova. Pra në këtë forum programohet e gjithë vera, ka kërkesa plot dhe kuptohet që në galerinë tonë, duke pasur ato kërkesat e larta, neve sjellim gjithmonë frymën e re çka ekspozohet. Përpiqemi që mos të përsërisim një ritëm që të bëjmë në monotoni, sjellim personalitete, artistë që do të them të vijë reja në art, në kulturë, që përçohet, si thuash, ajo vlera e personaliteteve të piktorëve dhe skulptorëve. Të gjitha objektet që janë të ekspozuara në ambientet e galerisë përfshin skulptura abstrakte, piktura moderne dhe piktura që shfaqin historinë e vendit. Finalizohet operacioni policor i koduar Nerbi për zbardhjen e një vjedhje të kryer 2 ditë më parë. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Tepele në bashkëpunim me seksionin operacional të Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër, si rezultati i veprimeve hetimore të kryera në drejtimin e Prokurorisë së Gjirokastrës në kuadër të këtij operacioni për zbardhjen e vjedhjes së një automjeti në qytetin e Tepelenës kanë identifikuar kapur dhe ndaluar shtetasit KP 24 vjeç, FH 18 vjeç dhe një 17 vjeçar të 3 banues në Tepelen. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin në datën 26 maj 2025 kanë vjedhur në Tepelen automjetin e shtetasit FC banues në Tepelen dhe e kanë shitur në Gjirokastër. Gjatë kontrollit në automjetin me pronësi të shtetasit FH, shërbimet e policisë gjetën një sasi të vogël lënde të dyshuar narkotike, kanabis sativa, 2 grirse për lëndet narkotike dhe 2 thika. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Organizata e familjeve të dëshmorëve Dega Gjirokastër organizoi sot konferencën e 8 ku mes të tjera shumbajtën edhe zgjedhjet për kryesinë e re. Tomor Hoxha u rizgjell si kryetari i kësaj dege me shumicë të llotave. Organizata e familjeve të dëshmorëve Dega Gjirokastër sot zgjodhi kryesinë e re për 4 vitet e ardhshme. Me votim të hapur, 50 delegatët e konferencës së 8 vendosën që detyrën e kryetarit në vijim ta mbajë Tomor Hoxha, ndërsa Sabri Skëndi, Marie Liço e Krisan Thikore do të jenë nënkryetarët e saj. Neve 4 vjetet e para kemi realizuar të gjitha detyrat e angazhuara që kemi patur në programin ton të punës dhe udhëzimet që na ka dhënë organizata kombëtare e dëshmorëve të Atdheut. Njëkohësisht, neve në këtë drejtim kemi të zbatuar edhe statutin e organizatës të dëshmorëve. Zgjodhëm kryetarët e organizatës, sekretarin e organizatës që u zgjodh përsëri Tomor Hoxha, që jam unë, edhe nën kryetar, edhe sekretarin e organizatës së familjes të dëshmorëve. Punimet e kësaj konference u ndoqën dhe nga i deleguari i kryesisë së organizatës së dëshmorëve të Atdheut, Perlat Meçaj, i cili vlerësoi përpjekjet e tyre jo vetëm për mbijetesën, por edhe rritjen e kësaj dege. Organizata edhe në kushtet jo aq të favorshme të Shqipërisë bën përpjekjet jo vetëm të mbijetojë, por të rritet e të zgjerohet
të kontaktoj tërë familjet e dëshmorëve, të merret me biografitë të tyre, të merret me librat për to, të merret me veprimtarit me pushtetin lokal për gjallërimin e monumenteve kudo që janë, që nga bustet, lapidaret, pllakat e deri tek veprimtarit e tjera, të shtrijë veprimtarin me shkollat, me institucionet e tjera dhe natyrisht duke u përpjekur që të rifreskoj strukturat e saj me pasardhës familje dëshmorëve, por edhe me intelektual që mbështesin këtë kanus të shenjtë të kësaj organizate fisnike. Konferenca e 8 e organizatës së familjeve të dëshmorëve Gjirokastër u çel në tingujt e himnit të flamurit shqiptar. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë minuta kopshe.